Kush e fiton Big Brother VIP 4, Loredana tregon 4 finalistët e saj ideal. Ish banorja Big Brother VIP 4, Loredana Brati, e ftuar në një studio televizive, komentoi gjithë rrugtimin e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, si dhe disa nga banorët. Loredana u shpreh se vijon të mendoj se Gjesti është fituesi i këtij edicioni të 4 të reality show-t. Ndërkohë, kur u pyet për 4 finalistët e saj ideal, ajo përmendi 4 emra që nuk janë aktualisht në garë për çmimin e madh. Kush e fiton Big Brother? Vazhdon të mendosh njësoj për Gjestin? Po, Gjesti për dinamikat që ishte i gatshëm të gjeneronte, se ka gjeneruar shumë dinamika dhe nuk ka patur frikë. Unë e vlerësoj se një djalë 24 vjeçar tet-a-tet me Laert Vasilin, Rozana Radin, e pati kurajon, e të kapte edhe tema të rënda, ka krijuar dinamikat e veta, ngjyrat e veta. Më pëlqen një lojtar me ngjyra që krijon atë romancën, debatet. Cila do të ishte finalja jote perfekte? Më bëj ti 4 tënde që ti mendon se duhet të ishte në finale. Gerta në 100%, unë do fusja edhe Jozin. Unë, nga këto të fundit do fusja edhe Danjen. Unë them divani kush, ne kemi luajtur më pastër, jo me manipulime. Nuk jemi marrë me shpifje, se kjo ishte më e keqja, sidomos për mua, që nuk isha fare për prajme, për ditë, okej? Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.